Gjykata themelore në Prishtinë ka bërë ftesë Cvetko Kosticit që të përballet me akuzat e prokurorisë speciale për dhunë seksuale gjatë luftës, duke e caktuar edhe shqyrtimin fillestar për të martën nga ora 9:30. Por akt akuza ndaj Kosticit që u ngret në janarin e vitit të kaluar është në mungesë e kështu pritet të jetë edhe gjykimi ndaj tij. Kostic akuzohet për krime lufte në rajonin e Vushtrisë në mars të vitit 1998. E dëmtuara në pamundësi që të lërë gjyshen e saj, e cila ishte në moshë të shtyrë, ka qëndruar me gjyshen në këtë shtëpi dhe gjatë kohës sa ka qenë në këtë shtëpi. Kanë ardhur 3 policë serb të armatosur dhe me uniforma të policisë. Në mesin e tyre edhe i pandehuri Cvetko Kostic, i cili e kishte urdhëruar të dëmtuarën F1 që të hyjë brenda në shtëpinë ku pas pak minutave kishin hyrë edhe 2 pjesëtar të forcave serbe të uniformuar, të cilët e detyrojnë të dëmtuarën që të shkojnë në një dhomë tjetër, ndërsa gjyshja të qëndroj aty ku ishte. E në bazë të raportit të qendrës kosovare për të mbjetuarit e torturës në vitin 2025, numri akt akuzave për dhunë seksuale gjatë luftës ka arritur në 12. Gjykata themelore në Prishtinë shpalli edhe 2 akt gjykime dënuese, ku 3 kryerës të dhunës seksuale të luftës u dënuan me nga 15 vjet burg me mbështetjen e QKRMT-s, që i ofrojnë mbështetje të plot ligjore dhe psikologjike të mbjetuarës. Totali burgimeve për këto krime arrin në 58 vjet. 2 akt akuza të reja për dhunë seksuale gjatë luftës u ngretën, duke quar totali në 12, shumica të cilave të dokumentuara dhe të përgatitura nga QKRMT. Gjatë vitit 2025 janë dënuar 2 të akuzuar në mungesë për krime lufte, Dragan Denis dhe Ivica Rajkovic, kurse Zhivoj Neshic është në paraburgim në Kosovë dhe është dënuar në shkallë të parë. Derisa për vrasjet që kanë ndodhur gjatë luftës, dënime ka pasur edhe në fillimin e viteve 2000, drejtësia është vonuar për viktimat e dhunës seksuale, krim për të cilin akt gjykimi i parë dënues në Kosovë u dha në vitin 2018. Në të 3 shkallët e gjyqësorit, tashmë i dënuar është Zoran Vukotisi, që si në rastin e Kosticit akuzohet për dhunë seksuale në rajonin e Vushtrisë. Instituti CDC i SBA-s ka vlerësuar se numri i dhunimeve në Kosovë gjatë luftës është rreth 20.000.